Ardian Ismaili do të largohet nga Empoli pas 4 vitesh qëndrimi. Lajmin e ka bërë të ditur vetë futbollisti kombëtare shqiptare përmes një reagimi në rrjetet sociale. Mbrojtësi kuqezi falenderon të gjithë për mbështetjen, duke ju thënë që kjo nuk është një lajm të mirë, por vetëm një përshëndetje. Të dashur njerëz të Empolit, pas 4 vitesh udhtimi im mbaron këtu. Në këto 4 vite që nga dita e parë u ndjeva si në shtëpi ku rrita si lojtar dhe akoma më shumë si person. Falenderoj presidentin Fabrizio Corsi, zëvendës presidente në Rebecca Corsi, të gjithë punonjësit, tifozët, qytetin dhe të gjithë shokët e ekipit. Kjo nuk është një lajm të mirë, por vetëm një mirupafshim. Ardian Ismaili do të mbetet në Serie A. Mbrojtësi e kombëtares ka vendosur të kalojë te Torino, ku do të firmos deri në vitin 2028. Sot vendosi të njoftojë zyrtarisht largimin nga Empoli, ku luante prej vitit 2025. Ismaili do të përfitojë 1.1 milion euro në sezon te Torino. 28 vjeçari kishte edhe oferta të tjera nga jashtë, por vendosi të mbetet në elitën e futbollit italian. Në edicionin e kaluar, Ardian Ismaili ishte ndër mbrojtësit e qendrës që bëri më mirë.